Kemi jam Juli, jemi në Berat, te Hotel Heraklis dhe më lejoni t'ju tregoj dhomën numër 3. Kjo është dhoma që shikoni këtu. Lukse gjitha me një krevat doppio, të butë, të mirë, me mules qofse do, sepse mund të vish këtu në verë, mund të vish në dimër, mund të vish në çdo stin, me krevatin tek. Këtu nga dritari gjithmonë keni pamjen shumë të bukur të rrugëve të gjithë qytetit, keni televizorin këtu përpara, keni pasqyrën dhe gardaromën aty mbrapa që të vësh rrobat e tua, keni pasqyrë tjetër këtu, keni edhe vendin për të vënë parat tu dhe safe lock nëse keni lek, nëse keni zinxhira dhe doni t'i vini që të ndjeni të sigurt në Berat, Berati shumë i sigurt sidoqoftë, mund t'i vendosni këtu dhe mund të ndezni edhe këto për një aromë të mirë. Gjithë pjesën tjetër, kondicionerin atje, këto dritat që japin një nuancë shumë të bukur dhe të ngrohtë, keni një pikturë të Beratit atje, një vend për të ulur me këtë tavolinën e drurit, e shikon si është e hapur këtu fix siç duhej, edhe me një mini bar i cili është këtu dhe mund ta mbushësh me çfarë të dëshirosh ti. Nga ana tjetër ke edhe tualetën. Shiko ç'a hyrje ka banja këtu te ky hotel. Te kjo dhomë fix. Pra, edhe banja, u tregoj, shiko se ç'pamje ka. Don, akoma dhe nga banja shikon Beratin e bukur dhe nga pamja këtu. Ke pasqyrën këtu përpara, ç'kemi jam Juli, edhe nga ana tjetër është pjesa këtu e dushit edhe tualetit. Edhe gjitha kjo është me dru, me dush, me ujë të ngrohtë gjithmonë, me tharse, me të gjitha kushtet që të duhen ty për të ardhur në Berat edhe për të kaluar një javë, ditë, varet sa ditërisht shumë të bukur. E janë edhe ju në Berat te Hotel Heraklis.